përngjasimi i cilësive të Allahut me cilësitë e krijesave dhe mohimi komplet i cilësive të Allahut është kufër, është mohim që të nxjerr prej feje. Ai i cili e përngjason Allahun subhanahu wa ta'ala me krijesat e tij, apo i mohon cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala komplet, ai del prej feje. Ai del prej feje. Në momentin që dikush thot se Allahu i lartësuar shikon ashtu siç shikojmë ne, do të thonë e krahason Allahun me krijesat e tij, apo thot se Allahu nuk shikon, nuk dëgjon, i mohon komplet cilësitë e Allahut të lartësuar, ai del prej feje. Kurse shtrembrimi i kuptimit të cilësive, ka mundësi që ta nxjerrë njeriu prej feje dhe ka mundësi që mos del prej feje, mirë po të hyjë në bidat. Në momentin që ky teuil apo ky shtrembrim i kuptimit ka një farë baze në gjuhë apo dikund dhe ka mundësi të arsyetohet me ndonjë arsye ai i cili bjen në këtë, atëherë ky është bidat dhe nuk del prej feje derisa t'i qartësohet e vërteta personit në fjalë. Kurse nëse teuili e thën çdo rregull dhe çdo bazë dhe nuk bazohet askundi, mirë po është thjesht shtrembrimi kuptimit pa asnjë farë lloj bazimi, atëherë ky është kufër i qartë që e nxjerr njeriu prej feje. Dhe në këtë kufër kanë hyrë grupet ekstreme të mohuesve të cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në bidat tek cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala kanë ra grupet që janë më pak ekstreme në mohimin e cilësive, siç janë esharit apo maturidit, të cilët disa cilësi të Allahut i pranojnë e disa të tjera u androjnë kuptimin, i hjekin prej kuptimit që merret prej asaj fjale. Për shembull, për dashurinë e Allahut subhanahu wa taala thonë se është për qëllim dëshira për ta shpërblyer robin e tij, ndërsa për urrejtjen e Allahut ndaj disa robërve thonë se është për qëllim dëshira për ta dënuar. Dhe ky është shtrembrim i kuptimit, sepse dashuria e ka një kuptim dhe shpërblimi i atij e ka një fjalë tjetër dhe një kuptim tjetër. Mirë po ata nga friga se mos po e përgjasojnë Allahun e lartësuar me krijesat, e kanë mohuar këtë cilësi të tij. Ne ju themi atyre, ashtu siç është Allahu i gjallë dhe ashtu siç jeton Allahu i lartësuar dhe edhe ne jetojmë, po ashtu Allahu i lartësuar don dhe edhe ne dojmë. Mirë po, dashuria Allahut e lartësuar është ashtu siç i takon Allahut, ndërsa e jona është ashtu siç na takon neve. Jeta jon ka fillim, ka mbarim. Jemi të krijuar ka periudhë kur s'kemi qenë. Jeta e Allahut është pa fillim, pa mbarim, është jetë perfekte, është jetë absolute. Prandaj nuk ka mundësi që nëse themi se Allahu jeton dhe ne jetojmë, të ketë përngjasim në këtë, asesi. Edhe pse e njëjta fjalë përdoret, mirë po dihet se ajo në hakun e Allahut është ashtu siç i takon Allahut, kurse në hakun ton është ashtu siç na takon neve. Prandaj ata që i mohojnë disa cilësi të Allahut subhanahu wa taala kanë ra në një kundërthënie të qartë dhe mohuesit komplet të cilësive ju thonë atyre: këto cilësi që i keni pranuar e njëjta vlen edhe për cilësitë të cilat i keni mohuar, dhe këto që i keni mohuar e njëjta vlen për ato që i keni pohuar. Nëse ju e mohoni dashurinë e Allahut, atëherë pse pohoni shikimin e Allahut? Sepse Allahu shikon dhe ne shikojmë. Në bazë të filozofisë tuaj, atëherë duhet ta mohoni komplet Allahun e lartësuar. Prandaj, ata janë në devijim të qartë dhe e sakta është ajo në të cilën është ehlu sunneti.
i pohojmë cilësitë e Allahut ashtu siç i takon Allahut. Ashtu siç i takon Allahut. Dhe emërtimi i njëjtë nuk do të thotë se realiteti është i njëjtë.